Raporti I fundit I Komisionit Evropian për Maqedoninë I hodhi dritë faktit se në Maqedoni liritë dhe të drejtat e njerëzit janë seriozisht të rrezikuara. Drejtori I Qendrës për Mirëkuptim dhe Bashkëpunim Institucional, Muhamet Murtezi, theksoi se vërejtjet e raportit vijnë si pasojë e gjyqësorit të politizuar, shëndetësisë së korruptuar dhe diskriminimit në shumë sfera. Në të parë kemi të bëjmë me një gjyqësor të paraformuar sa duhet. Pastaj vërejtja që po ashtu ishte e madhe sa ka këti raporti kishte të bëjë me lirinë e medjave. Gjithashtu këtu zëvend edhe kriminaliteti dhe korrupsioni. Raporti si vjet më koincidon me atë që kishim një vit me një jo stabilitet politik, kishim një krizë politike pothuajse gjatë tërë vitit. 2015 u karakterizua edhe me aferën e përgjimeve. Analisti Sasho Klekovski shton se raporti I fundit I Komisionit Evropian për Maqedoninë tregon qartë se liria e shprehjes në Maqedoni është ngulfatur. Më duket se ka çdo ditë më pak hapësirë në reformimin e të drejtave fundamentale dhe shihet qartë si institucionet çdo ditë më tepër tregojnë se nuk kanë kapacitet për të proceduar në këtë drejtim. Profesori universitar Afrim Osmani thekson se raporti I radhës duhet me do e mos të përfshijë edhe çështjen e mbrojtjes së ambientit jetësor. Së paku në raportin e ardhshëm kjo çështje, kjo e drejtë, po ashtu që trajtohet si një nga liritë të drejtat themelore të zë vendin qendror në raportin e ardhshëm. Pse? Përgjigjja është shumë logjike për arsye se në Republikën e Maqedonisë, Republika e Maqedonisë, me dy qytetet e saj më të ndotura, Maqedoninë e vën në vendin e parë të shteteve më të ndotura në Evropë, kurse në botë e zën vendin e 4 apo vendin e 5. Debati u organizua nga Qendra për Mirëkuptim dhe Bashkëpunim Institucional në kuadër të ditës ndërkombëtare të lirive dhe të drejtave të njerëzit.